Okej, kalojmë në Kuvendin e Shqipërisë, është duke zhvilluar mbledhja e Komisionit për Çështje Ligjore dhe Administratën Publike, janë duke shqyrtuar disa projekt ligje me rëndësi. Kundër 1 abstenim s'ka miratot, në një 5 pro, kundër 1 abstenim s'ka miratot, në një 6 pro, kundër 1 abstenim s'ka miratot, në një 7 pro, kundër 1 abstenim s'ka miratot, në një 8 pro, kundër 1 abstenim s'ka miratot, në një 9 pro, kundër 1 abstenim s'ka miratot, në një 10 pro, kundër 1 abstenim s'ka miratot, në një 11 pro, kundër 1 abstenim s'ka miratot, në një 12 pro, kundër 1 abstenim s'ka miratot, në një 13 pro, kundër 1 abstenim s'ka miratot, në një 14 pro, kundër 1 abstenim s'ka miratot, në një 15 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 16 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 17 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 18 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 19 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 20 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 21 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 22 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 23 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 24 pro, 1 kundër po. Ndjes. Kam edhe një sugjerim të neni 19. Ndjes. Të neni? Oke. Të neni? Të neni 19. Po, se ne e kaluam neni 19. Cili që sugjerimi? Tek neni 19.1, në rjeshtën e 3 ku thuhet koncesionet partneritet publik-privat për zbulimin në kohë të korrupsionit dhe eliminimin e pasojave të dëmshme, sugjerohet për parandalimin. Se termi zbulim i jep funksione hetimore. Po, është normale të hiqet fjala zbulim, se zbulim na e çon në agjensitë e inteligjencës të fjalë, se këto fjalët zbulim, gjurmim, këta i kanë agjensitë e inteligjencës. Dhe të vjen harmoni me titullin e nenit 19. Parandalimi i korrupsionit dhe i konfliktit të interesit. Neni 19 rivotohet me sugjerimin e relatorës, pro, kundër 1, abstenim s'ka miratot, neni 24, pro, kundër 1, abstenim s'ka miratot, në një 25 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 26 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 27 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 28 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 29 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 30 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 31 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 32 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 33 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 34 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 35 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 36 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 37 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot, në një 38 pro, 1 kundër abstenim s'ka miratot. Okej, është procesi votimi në Komisionin e Ligjeve, kalojmë pa Komisionin Ekonomisë sepse ka diskutime dhe debate atje. Strim. Kush është tjetër? Janë tash të mund. Subjektet në nivel të lartë rreziku. Ju keni Kush e ka këtë listë? risku. Keni usuar. Ekziston ky formalizim këtu? Pra, tatimet, unë se kam si po ta kisha do ta thosh apo. E ka Agjencia e Inteligjencës Financiare, Njësia e Inteligjencës Financiare. E kanë tatimet dhe FIU. Prandaj i përmend të tre. Ku sektori i ndërtimit është numri 1 për pastrimin e parave. Prandaj po i përmend të tre dhe po them shumë qartë, subjektet me nivel të lartë rreziku për pastrim parash, sipas sistemit tuaj të riskut, sipas vlerësimit të administratës tatimore. Qartë, pra referuar sistemit të riskut që ju keni. Fiut ose organeve të timit përfshihen në marrëveshje vetëm pas raportit të verifikimit të thelluar të burimit të pasurisë. Ju marr një rast konkret? Pa emra, gjithmonë pa emra, po me model. Unë jam hetuar jam vënë në hetim para një viti.
për pastrim parash. Për 1001 arsye, ja kam dalë pavarësisht sistemit të ri drejtësisë, sepse në nivel rrethi nuk funksionon SPAK-u, funksionojnë përsëri prokurori që kemi pasur etj me radhë. Pra, kam qenë atje, e kam zgjidhur atje, kam dalë, po unë konsiderohem person me risk për pastrim parash. Atëre, vi dhe shfrytëzoj këtë rastin edhe them do hyj marrëveshje me ju. A duhet verifikuar ky nga tatimet që e kanë në sistem më risku, nga FIU që e kanë sistem më risku, nga hetimi tatimor doganor etj me radhë që është në hetim më risku? Do të ndodhi kjo gjë. Pra ne duhet ta kemi këtë gjë. Ju duhet ta keni këtë gjë. Se po merrni me një gjë shumë të rëndësishme. E kupton, për ndryshe këta njerëzit, ore këta tipat nuk do i keni marrëveshje. Do i keni nën dhe. Se po ndodh gjëja, shumë e qartë, që po ndodh gjëja, që po shkojnë në atje poshtë. Problemi është ti mbajmë larg nga ky proces. Ti mbajmë larg nga ky proces. Mos na bëj pis. Shiko, unë e kuptoj qëllimi është i mirë. Por ti mbajmë larg këta njerëz nga ky proces. Kaq po ndajmë përfituesit normal nga kjo marrëveshje e paqes, pra biznesin ta themi deri diku legal, të ligjshëm, që nuk ka lidhje me pastrimin e parave dhe në këtë rast që kërkon të paguajë edhe më shumë dhe qeveria të marrë më shumë nga në të ardhurat e saj, nga pjesa tjetër që do ta përdori këtë proces për këtë gjë. Dhe t'jeni bindur që këta kanë avokat mjaftueshëm për t'i asistuar në këtë proces. Sa kohë këta kanë avokat, ne duhet jemi shumë të kthjellët në ligj. Shumë të kthjellët. Se do jeni përballë me avokatë të tyre, këta s'do ju vinë asnjëherë. Prandaj thash unë pronari përfitues. Më sipër. Se s'do t'ju vi pronari përfitues, do t'ju vi avokati i tyre. Dhe prandaj po them që është një definicion që lidhet edhe me nenin 2, pastaj me pikën 2 të këtij neni, që janë komplementar me njëri tjetrin, që ju japin mundësi që ta ndani këtë proces me thik. Shumë qartë. Nga qëllimi i mirë që keni me këta që duan ta keqpërdorin. Ta lexoj dhe këtë të dytën dhe ndryshimin pas pikës 2. Marrëveshja në të njëjtën logjikë. Marrëveshja nuk zbatohet për tatim pagues që janë ose kanë qenë objekti i referimit të FIU-t gjatë 24 muajve të fundit, përveç rasteve kur FIU jep konfirmim të posaçëm të mbylljes së analizës pa gjetje. Okej. Të dëgjojmë që ka mendimet që ka bërë zoti Bozo dhe pastaj ndërkohë reflektoni. Atëherë, në nenin 4.i, norma e propozuar 5% zëvendësohet me normën 10%. Po kështu është dhe neni 5.4, norma e propozuar 5% zëvendësohet me normën 10%. Pse e bëj këtë? Sepse 5% nga norma tatimore që aplikohet është diferencë shumë e madhe. 10 është mjaftueshmërisht e ulët që të jetë edhe incentivuese për ata që duhet hyrë në marrëveshje, por edhe që mos krijojë diferencë madhe me normën tatimore. Mund të vazhdoj edhe me këtë të fundit që kam dhe e fundit e besoj unë ndër më të rëndësishmet u prek nga zoti Braçe në një qasje tjetër, por shqetësimi ngelet i njëjtë. Për gjitha transaksionet në nenin 6 shtohet pika 8 me përmbajtje si më poshtë. Për gjitha transaksionet e mësipërme që rezultojnë në rideklarim pozicionesh sipas parashikimeve të nenit 6, pika 3. Okej, ka një problem, sinjali që vjen nga Komisioni i Ekonomisë, ka diskutime dhe debate atje. Ndërkaq vijoni dhe Komisioni i Ligjeve, kalojmë atje te ligjet pak.